të kuptojmë gjuhën e tyre, sepse e kuptojmë gjuhën e të gjithë thujse fshinjve në Ballkan dhe komunikojmë edhe me ata të cilët kanë kryer shkollë dikun më herët, sidomos me kroat. Me kroat kemi pas shumë, po patjetër edhe me se shqiptar kemi, ornitolog kemi në Kosovë, edhe kemi në Shqipëri, po është kënaqësi që kemi. Bile pse po e specifikoj me ornitolog, sepse na kemi më shumë shpend. Prandaj dhe fokusi jonë është më shumë tek bota e shpendëve, por tek llojet e tyre. Prandaj dhe duke qenë se kemi ornitolog dhe komunikojmë me ta, por fokusi jonë ka qenë më shumë tek shpendet dhe do t'i pyesim për të marrë informacion, sepse ne jemi fotograf, dokumentues tegër, po që ana duhet ndihmë patjetër se ne nuk guxojmë bëjmë bashkë çfarë dojmë. Apo kuptoni për shembull, nuk mundesh thuash, okej, unë më nësi për adhuroj Allahun, po për adhuroj në formën tem çish unë du me bo namazin, a ka ashtu, s'ka. Edhe tek ne, fotograf, nuk mundemi me bo çfarë dojmë, kur dojmë, çish dojmë, me shku, me i shqetësu, me i shkatru ato habitate, me i shqetësu në përfolje, pra ne është një var kodi etike së dhe aty. Prandaj dhe komunikimi me këta njerëz, me këta shkencëtar t'i quaj shumë i rëndësishëm. Qysh duhet me vazhdu, do thot kjo, nëse një specie si dhia e egrën këtë rast është në zhdukje, duhemi me rujt në çfarë formë, ose si? Kjo vlera bëhet fillimisht me organizim të shtetit, pra nuk mundemi ne me veç sepse s'kemi autoritet mbi të gjitha, pra fillimisht e shohim gjendjen faktike reale në teren.